Diçka shumë e çuditshme po ndërtohet në mes të Tiranës dhe askush nuk e di çfarë është. Turistët ndalojnë, bëjnë foto, por mbeten pa fjalë, tamam si unë. E gjitha është prej druri dhe duket si një skulpturë gjigande, por për çfarë shërben, askush nuk e di. Thjesht u ndodha këtu dhe s'mund të mos e ndaj këtë gjë me ju. Nëse e dini çfarë është, shkruani një koment dhe më ndihmoni ta zbulojmë së bashku.